riske aty. Po pa diskutim që ka. Unë e konsideroj si kur LDK kishte pak më shumë numra në kuvend, situata do t'ishte shumë më e thjeshtë, sepse vetëvendosi nuk do të nguronte, jo nuk i ka fatkeqësisht, nuk do të nguronte që të shkoj edhe njëherë me emrin e zonjës Osmani, nguron të shkoj për faktin se nuk e ka të sigur që mund të nxjerrë nga ky proces i votimit dhe pastaj barra ose dëmi që do i shkaktohej vendit me zgjedhjet e reja është i padiskutueshëm. Edhe zonjës Osmani si figurë, si personalitet politik, por edhe vendi duke na çuar në zgjedhje. Ne dim që PDK-ja nuk ka një gatishmëri për të votuar për zonjën Osmani, e dim që ka një mbështetje prej një pjesës të LDK sot për sot, por nuk e dim se sa janë ata numra. Askush nuk mund ta thotë me bindje të plota janë 12, a janë 13, edhe sa numra tjerë duhen. Prandaj është e rrezikshme me shku me vetëm një verzione që është zonja Osmani, madje konsideroj si pjekuri politike edhe të kryeministrit Kurti që nuk është barikaduar dhe nuk po insiston në një emër të vetëm, marr parasysh barikadimet edhe ngërçet politike që kaluan vitin e shkuar, e konsideroj që gjëja më e mirë që është bërë ka qenë kjo tendenca për të marrë vesh ose për të përafruar me liderët e opozitës, qoftë zotin Hamza, qoftë zotin Abdi Gjiku sot. E konsideroj që edhe ajo që u thapi zotit Abdi Gjiku është e sinqertë dhe është e drejtë se LDK-ja nuk, madje ai e tha që ne jemi vetëm 15 vota, që realisht nuk janë as 15 të sigurta aty, por megjithatë ai e tha. Po fut janë 13. Tash ky 13 që ka nuk kupton shumë çka. Po. Është një lloj, edhe kjo është një lloj bastore, po koeficienti është pak a shumë i vogël. Është i vogël dhe nuk mjafton. Koeficienti që i bie zoti Hotit mos jetë një nga votuesit. Zonja Bajrami, madje është e diskutueshme edhe mbështetja e zotit